se Spaku është organizatë kriminale partnere e rilindjes. Tani unë këtë mendim kam pas që ditën e parë që është votu kjo reforma në drejtësi me 140 vota në parlament, kështu që jam konsistent në sa i përket qëndrimeve dhe qasjes ndaj drejtësisë së re dhe ndaj Spakut. Tani po e them, po e përsëris edhe po jap do e komentojmë sot pse edhe një herë tjetër na vërtetoi që është thjesht një organizatë kriminale partnere me rilindjen, ashtu siç janë organizatat e tjera kriminale. Po kjo është edhe më e keqe, Spaku, drejtësia e re, është edhe më e keqe sepse e para paguhet miliona euro paga në muaj nga taksat e shqiptarëve dhe e dyta i ka vlerë vula edhe firma, që ose organizatat e narkotrafikut edhe të krimit nuk kanë vulë dhe firmë personale nën qeverisjen e rilindjes, po bashkëpunojnë si partner të jashtëm. Spaku bashkëpunon si partner i brendshëm i rilindjes së Edi Ramës. Si që thash, nuk kam pas njëherë kur dyshime unë që këtu ka drejtësi, dhe këtu s'ka pas njëherë kur drejtësi. Kjo që e thjesht një fake e lobuar, e paguar nga parat e krimit për të kriju gjoja drejtësinë e re dhe për t'ia dhënë në dorë si pushtet Edi Ramës. Duke e pas Edi Rama në dorë, ajo kthehet detyrimisht një organizatë kriminale. Sot kemi një ngjarje shumë interesante. Mund t'i marrim edhe me radhë dhe kujtun gjitha, por sot, siç e keni pa, drejtësia e re e nxori Ilir Beqen nga burgu, e ka çu në arrest shtëpie. Dhe kështu po shkon kjo punë drejt zhbërjes si dosje. Pra këtu mjafton të vjedhësh, të përlash edhe të dalësh, t'ja hedhësh paq me 2 vjet para burgim, që ndoshta edhe mund të marrin edhe dëm shpërblime këta pastaj, sepse ashtu i qep dosjet Spaku dhe del nga burgu. Është liru Ilir Beqa nga burgu, GKK-oja, gjykata e Spakut, ka vendos arrest shtëpie. Ajo është arrestu fiks 1 vit më përpara. Dhe pse ndodh? Për tejkalim afatesh. Tejkalim afatesh e zvarrisin, njëherë e zvarrit Beqa, njëherë e zvarrit Spaku, edhe doli i robi në shtëpi. Njëjtën gjë që po bën edhe Erjon Veliaj. Tani, Ilir Beqaj, se kjo është interesante, nuk u arrestu për punën si ministër shëndetësie. Po Ilir Beqa u arrestu për abuzim gjoja me fondet e Bashkimit Evropian, me qa ishte një ca pak, qa që ajo një që i thoshin asaj dosjes këtij. Ndërkohë, aty ku ka vjedh me Edi Ramën, në bashkëpunim me Edi Ramën, Ilir Beqes nuk i ka hyrë asnjë gjem në këmbë. Edhe Spaku sot nuk ka dhënë asnjë dënim për shkatrimin e shëndetësisë shqiptare, premtimit kryesor të Edi Ramës në 2013, po në 2013 për shëndetësi falas. Tani, ti marri qik me radhë këto. Koncesionet më të mëdhaja me vlerë miliardëshe në shëndetësi janë dhënë në kohën kur Ilir Beqa ishte ministër shëndetësie. Po duke qenë se bashkëpunon me Ramën, aty nuk e kap gjë Ilir Beqan.
Gjatë mandatit tij si ministri i shëndetësia janë dhënë më shumë koncesione në Ministrinë e Shëndetësisë. Kur ai drejtonte shëndetësinë nga 2013 në 2017 u miratuan këto partneritetet publike private, PP-t, sterilizimi i instrumentave kirurgjikal. Asnjë dënuar nuk është për këtë çështje. Ikën miliona euro këtu. Miliarda lek kanë shku për check-upin falas për Vilmanushin. Shërbimin e laboratorëve. Sot spitalet e Republikës pjesa më e madhe nuk bëjnë kështu analiza, i bëjnë vetëm në për private dhe koncesioni i laboratorëve i përlau miliona euro prej firmës së Ilir Beqaj. Është edhe shërbimi i dializës. Këta që janë me veshka që bënin dializë, këtë ja dha Kloda Lajbelt. Maroi edhe kjo dhe ja kanë kthy shtetit. Pra vodhën miliona euro nga taksat e shqiptarëve, edhe pastaj i marrin edhe i çojnë, për njerëzit nuk kuptojnë një herë para sepse vetë janë i qik të trash, dhe e dyta, oligarkët, ashtu siç e thash edhe mbrëm, kanë para dhe paguajnë mediat ose kanë media vetë dhe ju shplajnë trurin shqiptarëve për të hënë propagandën e pushtetit qeverisë. Tani shërbimin e dializës e morën e kthyn shtet prap. Edhe shërbimin e kësaj Vilmës, që mori miliona euro check-upi, prap edhe atë e kthyn në SPAK. Ndërsa një studim i Bankës Botërore thoshte për spitalet rajonale janë nën kapacitet, 40% e shtrimeve përqendrohen në Tiranë, pra 40% e smundjeve e njerëzve të smurë, fluksit të pacientëve nuk shkojnë fare në spitalet rajonale sepse janë shkatru, nuk kanë mjek, nuk kanë pajisje, nuk kanë laborator, nuk kanë asgjë. Pra njerëzit vinë edhe bëhen garrumull te spitali Nën Tereza ose nëpër spitalet private. Miliarda lek të shpenzuara për fasada nëpër spitalet e rretheve kanë shku kot. Gjitha, nuk ka asnjë hetim, asnjë dënim, asnjë ndëshkim dhe kthim parash mbrapsht nga drejtësia e re. Numri i spitaleve të shtruar, numri të personave të shtruar në spitale është rrit me 299.318 në vitin 2024, nga 282 që ka qenë në 2019. Shtrimet për 1.000 banor u rritën me 127 nga 99 që kanë qenë në 2019, ndërsa kohë zgjatja mesatare e qëndrimit ka rënë nga 4.7 ditë. Pra, shifeni, rriten numri i të shtruarve në spital, që do të thotë janë rrit smundjet. Është rrit numri i smundjeve. Kanë qenë 282.000, kanë shku afërsisht 300.000. Pra janë rrit me 20.000 shtrimet e reja në për spitale, që do të thotë 20.000 të smur të ri shtes më shumë. Kjo tregon keq ushqyrjen, tregon problemet me ndotjen, tregon dhjetra gjëra dhe mungesën e mjekësisë parandaluese që nuk ekziston më në Shqipëri. Shërbimet caktuara janë gjithashtu të përqendruara në pak spitale. Raporti thekson 68% e ndërhyrjeve kardiake kryhen në qendrën spitalore në Tereza. Pra 68% e atyre që kanë nevojë për ndërhyrje në zemër duhet vinë patjetër në Tiranë ose vdesin. Ndërsa 79% e operacioneve të kataraktit realizohen në të njëjtin institucion. Pra rreth 80% tjerë të kësaj punëve të zemrës, të kataraktit, vinë edhe ato për operime në Tiranë. Pra si që tham, Ilir Beqja
nuk është hetu për këto koncesione. U hetu gjoja se po pas ka marrë parat e fondeve të Bashkimit Evropian. Ja, po i marrim edhe një herë sa miliona euro kanë pagu taksat e shqiptarëve për shërbime që sot kanë skadu, shërbime që nuk janë marrë kur nga shqiptarët, shërbime për të cilat nuk është kthy asnjë lek mbrapsht nga drejtësia e re, se këtë ka synim drejtësia e re, plaçkën e vjedhur ta kthejnë në arkën e shtetit, t'ja kthejnë publikut, t'ja kthejnë atyre që ua kanë marrë. Check-upi kombëtar ka shku 72.4 milion euro. I kanë shtu dhe i shtesë më mrapa kujdo një 20 milion euro më duket, edhe ka shku gati 100 milion euro ajo. Sterilizimi 136 milion euro. Dolën ata repaj, repaj që ishën ata me Ilir Beqen, kryën punë, asnjë lek nuk u kthy mbrapsht. Laboratorët 107 milion euro. 107 milion euro për koncesionin e laboratorëve me firmë të Ilir Beqejt. Hemodializa 60 milion euro. Kjo që pati marrë Allajbeu. Check-upin e ka Vilma Nushi. Po të përmbledhësh me raportimet mediatike, këto janë koncesione rreth 480 milion euro të marra nga buxheti i shtetit për shërbime thuajse të pakryera, për check-upin, për laboratorët, për dializën, etj. Pa llogarit shkatrimin e spitalit shtetit në të gjitha kumtimet, si kemi pa dhe onkologji, ku her pas here se s'du të merrem mo tash atë s'është bo balt edhe ajo. Por përqendrimi është te Spaku. Çfarë bën Spaku? Spaku e nxjerr njeriu që është përgjegjës, një herë para kur e fut mrena nuk e fut për këtë punë fare. Nuk e merr përgjegjës fare për rreth 500 milion euro para të quara dëm të shqiptarëve. Nuk e merr përgjegjës për këtë, po e merr se për një çikërrima me fondet e Bashkimit Evropian. Edhe për atë që e mori, prapë nxori. Biznesmenët vazhdojnë ndërtojnë kulla me miliona euro, kulla ndërton Vilma Nushi, kulla ndërton Klod Allajbeu, etj, gjithë me radhë. Marrin para nga taksat e shqiptarëve për të shëruar gjoja shqiptarët, për spitalet, edhe shkojnë edhe i bëjnë beton. Spaku nuk i shef. Belinda Balluku sot ka shku në Spak si zonjë, e rrethume, e mbrojtme nga policia, ndërkohë që duhet ishte e arrestuar. Po presim, thot ai Spakut, po presim që ngelin me barë këto gratë, se gratë i nxjerrin kështu me barë këta, kurse burrat i nxjerrin se s'ka kush mba fëmit pastaj. Kjo është drejtësia e Altin Tumanit, e Klod Brahoset, çka ka në Spak. Njerëz për të cilët, për gjykatësit e Spakut, pra GKK-os, edhe për prokurorët e Spakut, nuk ka tavolinë në Tiranë që nuk flitet se janë bo milioner me Bitcoin. I paguajnë me Bitcoin për mos marrë para ndorë tani, për amnistinë e mafjas së rilindjes, për amnistinë e grupeve kriminale, paguhen me Bitcoin dhe kjo do të thotë se ata nuk janë gjë tjetër veç se një grup kriminal, grup i strukturuar kriminal me autoritet shumë të lartë ligjor. Edhe s'ka që u bën njëri asnjë gjë. Marrin dhe pagat të majme prap nga taksat tona dhe ka pas mira shqiptar që besojnë Spaku, drejtësia e re ka bo vetëm spektakël. Ka bo spektakël me arrestimin e Sali Berishës, ka bo spektakël me arrestimin e Marbë Maltezit, sikur ishte bandit atje në aeroportin e Rinasit, ka bo spektakël me arrestimin e Ilir Metës, e ka tërheq zvarri Ilir Metën për hiç gjë. 500 milion euro këta. 500 milion euro Ilir Beqa dhe është në shtëpi sot. Bën spektakël me Fredi Belerin për budalliq atje apo 20.000 lekë për votën etj. Dhe shikoni se si jemi mashtruar ne nga rilindja edhe nga Edi Rama dhe nga bashkëpunëtorët e tij që janë organizatat e grupeve të narkotrafikut, vendas edhe të huaja,
organizatat kriminale, një ndërto legale SPAK-u, organizat partnere legale e rilindjes, parlamenti, po s'kemi që themi se parlamenti, grupi parlamentari PS-s është një organizat kriminale më vete, një organizat e mbushme ignorante me idiot, me frikacak, por edhe me njerëz të sponsorizuar nga krimi. Dhe sot e keni Ilir Beqan, e keni në shtëpi. E keni në shtëpi si zotni, e le dalin ta nuk kam prova, thot Klodian Braho. Pa pik turpi, dele dhe thot më sillni ju prova mu, thot, për Edi Ramën se nuk kam prova. Me Konigalin se ka provë. Dosja në Albanian Files nuk e ka provë. Vendimet e firmosura nga Edi Rama miliona euro për këto djeksat, incineratorët, nuk e ka provë. Koncesionet rreth 500 milion euro të Ilir Beqës me Edi Ramën kryeministër nuk e kam provë, thot. Fadromat që i shemën teatrin kombëtar nuk e ka provë ky zotëria i SPAK-ut. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se është thjesht një organizat kriminale. Është një organizat kriminale partnere me qeverinë dhe ky revolucioni do bënte mirë që ti drejtonte syt edhe nga kjo organizat kriminale, sepse është edhe më shumë fajtore se sa Edi Rama. Sepse një politikan mund të jetë i korruptum, mund të mashtrojnë, mund të mos mbajnë premtimet, kemi ngjuar në Shqipëri në 35 vite sa dush nga këto, por kur një institucion drejtësie që pretendon se do kthejnë në arkat e shtetit paran plaçkën e vjedhur, vjedh vetë dhe i copton, i heton në thonjza, i heton për të mos i hetuar gjitha vjedhjet e pushtetit, kjo është më kriminale se sa gjithë sa ka bëjë Edi Rama. Pra nëse e merr në qaf një vend, një institucion, ata e merr në qaf drejtësia. Le ta krahasojnë kush doj tani këta llapaqenët, larot e pushtetit, që edhe këta janë një organizat në vete kriminale, njerëzit që dalin natë për natë nëpër banaqe televizive dhe mashtrojnë shqiptarët, kanë mashtruar shqiptarët me sondazhe që i bënte Euronews, sondazhe që SPAK-u, institucioni më i besuar në Republikë, me analistë që dalin larot e fjalës e të penës, që dalin shkruajnë e flasin, kanë 10 vjet pro SPAK-u të kjo drejtësia kështu e kjo drejtësia ashtu, një drejtësi që ka marrë në qaf një popull të tërë. Një drejtësi që po të kishte funksionuar, do të ndale gjatëderdhja financiare e buxhetit shtetit, që nuk ka ndërmend e pata të që u kap me avion atje në Francë të fluturu si për reaktorit bërthamor Normandis në Francë, ai Biqiri, ndërkohë që ishte në kërkim gjoja nga SPAK-u, që se kishte nxjerr hiç në kërkim, merrte tender 50.000 euro nga Artan Hoxha, rektori i Universitetit të Tiranës. Pra ku mos jenë organizat kriminale këta, që nuk e shohin se Universiteti i Tiranës i kontrakton firmën e një njeriu që është në kërkim gjoja në ndërkombëtar, edhe i jep tendera. Kështu ka ndodhur me të gjitha kompanitë e tjera, gjoja SPAK-u i merr në hetim, ato vazhdojnë marrin tendera. Edhe Belinda Balluku vazhdon e shkon si zonjë, shkon e vjen si zonjë në SPAK, edhe s'qa kokë fare për këta. Do bëjnë spektakël, nuk kanë për t'i bërë asnjë gjë Belinda Balluku. As Klodian Braho, as Altin Dumani, as çan ca prokurorë të tjerë, atje emrat e suadi mirë atyre, nuk kanë për t'i bërë asnjë gjë. Misioni i tyre vetëm është të shpëtojnë Edi Ramën edhe të shpëtojnë rilindjen. E shihni njerëzit që i kanë marrë dhe i kanë arrestuar. E morën Ilir Beqan për të pastruar fytyrën e Edi Ramës. Dhe nuk e hetuan për gjëra që dilte dhe Edi Rama, për koncesionet e shëndetësisë, po e hetuan për ca budalliqe, gjoja fondet e Bashkimit Evropian, ka vjedh fondet e Bashkimit Evropian. Edhe e shpëtuan Ilir Beqan, me këtë rast i lanë fytyrën edhe Edi Ramës. E kanë marrë Erjan Veliaj, nuk e kanë marrë se ka falsifikuar firmat e Këshillit Bashkiak të Tiranës, ka firmos në emër të antarëve të Këshillit Bashkiak të Tiranës për inceneratorin, po nuk e kanë hetuar për atë. E kanë se coptu dosjen e inceneratorit, e kanë bë fije dhe Erjan Veliaj ne i hetojnë breg të gruse të vetat me budalliqe.
Ndërkohë, po kjo organizatë kriminale partnere e rilindjes e ka detyruar Ben Ahmetajn që shkojnë bredh rrugëve të botës, sepse doshte ta merrte ta bonte kokë turku për të pastruar figurën e Edi Ramës. Ai nuk pranoi, edhe ai rri rrugëve të botës, megjithse të gjitha denoncimet që ka bërë Ben Ahmetajn me prova, me fakte, kanë qenë të mjaftueshme për ta marrë të pandehur Edi Ramën, Belinda Ballukun edhe një sër ministrash të tjerë të kësaj qeverie, pra nuk do ekzistonin e s'do kishte nevojë fare më për revolucion flamingosh. Tani pse nuk e shohin flamingot Spakun, pse nuk shkojnë ke Spaku, pse nuk i kërkojnë drejtësi Spakut? Sepse dhe me këtë do e mbyll, prandaj them që është një organizatë kriminale partnere e Edi Ramës sot, nuk e godasin, sepse Sorosi ka për qëllim që nesër kur t'ike Edi Rama, ja ka heq vizën e Edi Ramës, do ta heq, jemi të qartë me këtë, e kam thënë, s'kam ndryshuar mendim, por Spaku i duhet si vegël për ta rilidh si organizatë partnere kriminale me kryeministrin e ardhshëm, kushdo qoftë ai. Prandaj nuk është lënë Spaku që Spakun s'ka kush e kontrollon. Spaku i kontrollon gjithë, Spakun s'ka kush e kontrollon. Prandaj Spakut s'ja ma që të çojnë kërkesë në kuvend për arrestimin e Ballukut. Se nuk e lejon Edi Rama, se po të shkojnë Belinda Balluku aty, është e vetmja që i ka bë be se unë do t'i tregoj gjitha çka kam. Del ajo tani si zonjë, syzet na, kaq del nga Spaku, as flet, as i gjë fare, dhe Spaku ka frikë ta mbajnë aty, t'i vejnë hekurat ta mbajnë brenda, sepse të paktën për një gjë është tregu burrnesh Belinda Balluku, i ka thënë që do i tregoj gjitha. Dhe çfarë do tregojnë gjitha, do i tregojnë që si ka bë për vete, po i ka bë për Edi Ramën. Prandaj kush më dëgjon, kush më ka dëgju, ka që në 2015 kur u votu kjo reforma në drejtësi, kush ka qëndru me mu që atë kohë që kemi fole, kemi diskutuar, kemi pi kafe, po edhe kush ka ndjek në rrjetet sociale me shkrimet, kam pas njëjtin mendim. Dhe vetëm më përforcohet. Se sot janë bindë edhe këta që i lavdrojnë Spakun, Mero Bazet e Carlo Bolinot, u ka rënë halli sot për Erion Veliaj, edhe kanë fillu me kritiku Spakun, se e kanë pas një ngrit në qiell Spakun. E kanë pas bo Spakun si sondazhet e Euronewsit që e nxirrte institucionin më të besuar edhe se Zotin në Shqipëri. Këto fllëqësira që paguhen me paret e krimit, me paret e korrupsionit të rilindjes, dhe në vend t'i thoni shqiptarëve që kjo është një organizatë e mirëfillt kriminale partnere me qeverinë, me rilindjen, me Edi Ramën, i thonin është institucioni më i besuar. Edhe sot një ku i keni Spakun. Ilir Beqja nuk është hetu asnjë lek për 500 milion euro koncesionet shëndetësisë për Vilma Nushin, Klod Allajbeun, e tjerë me radhë, kush ka marrë koncesion atje. 500 milion euro. Ka nik nga xhepat e shqiptarëve dhe shëndetësi nuk ka. 40% e shqiptarëve nga rrethet vinë në Tiranë për kurime. 70% për një lloj operacioni në zemër, 80% për një lloj operacioni tjetër në zemër, vinë dynden në spitalin Nën Tereza. Sepse në për rrethe po usmure vdes. Sepse parat i ka vjedh pushteti, i ka abuzu, i ka shpërdoru, le të ketë bërë çfarë dohet, kishte thënë Spaku se çka ka bërë. Po nuk e thot dot. Dhe nëse ka me vërtet një fajtor të madh këtu në këtë republikë, se Edi Rama po e ka marrë rrugën e ikjes pa kthim, po nëse ka nërmen opozita të marrë në i gjë seriozisht, kur të vinë pushtet, ose edhe gjatë kohës që s'është pushtet tani me denoncimet, duhet tjetë kjo kryesorja. Ose edhe mediat, nuk ka rëndësi fare se çfarë bën opozita biles. Mediat ta kishën nxjerrë edhe të kishën bëjë për llogaritje sa janë parat që ka kthy Spaku me hetimet e veta në arkën e shtetit. Janë zero. Sekuestrime se kanë bë PR, këto mafiozët e Spakut kanë bë PR nëpër media dhe i kanë ngatruar shqiptarët, e kanë kujtuar se sekuestrimi, konfiskimi janë dy gjëra të njëjta. Nuk janë dy gjëra të njëjta. Sekuestrimi është propagandë, është tallje, është përqeshje e shqiptarëve. U amajnë
5-6 muaj të sekuestruara, 1 vit qoftë, 2 vjet edhe u alirojnë pasurit miliona eurosh. Kush ka vjedh në këtë shtet nga 2013 dhe deri tani, kush ka vjedh miliarda lek, kush ka vjedh edhe 1 lek, të gjithë po i gëzojnë dhe i kanë të legalizuara fal organizatës kriminale partnere të rilindjes SPAK-ut. Mirupafshim, shpërndajeni videon kujt i pëlqej. Edhe bëni kështu subscribe edhe abonohu kanalit. Mos harroni, organizatë kriminale partnere e rilindjes është SPAK-u, asnjë gjë më shumë.